Çfarë është ankthi financiar nga këndvështrimi psikologjik do doja ta trajtonim? Ankthi financiar, Lili, është një gjendje e vazhdueshme shqetësimi për pasigurinë në lidhje me paratë. Për të ardhurat që janë mujore për familjen, por dhe për të ardhmen ekonomike. Në tërësi nuk është një mungesë reale ndonjëherë e parave, më shumë se sa një perceptim mbi pasigurinë ekonomike. Shumë njerëz mund të jetojnë në vështirësi ekonomike, luftrat, rritja e vazhdueshme e konsumit, por edhe e rritjes së çmimeve. Edhe ato që kanë të ardhura, shpeshherë ndihen të pasigurt, pikërisht mbi këtë perceptimin global në lidhje me pasigurinë dhe në lidhje me një ankth financiar që nuk na mjaftojnë asnjëherë. Pra, mendime të vazhdueshme që po sikur mos mjaftojnë paratë, frika për të ardhmen dhe vështirësia e relaksimit, pagjumësia ndonjëherë dhe ndjesia e tensionit për një kontroll të humbur për shkak të kësaj situate në fakt globale, jo vetëm e vendit tonë. Dhe në fakt unë bëra një lloj përmbledhje. Shqiptarët duket sikur se punojnë shumë, por shpesh thonë teksa i dëgjon në biseda me shoqërinë, nëpër kafene, nuk po dalim dot sepse aq të ardhura kemi. Si ndikon kjo ndoshta kjo lloj ndjesie tek shëndeti mendor i tyre? Manifestohet psikologjikisht në shumë mënyra. Një nga këto mund të jetë shmangja, kontrolli i tepruar, kursimi ekstrem, shpenzime impulsive apo mbivlerësim i rrezikut. Le të ndalemi pak pikërisht në këto tema. Tek shmangja, mospërballja e borxheve, e faturave, e problematikave, shpesh të sjellë e forcojnë anktin, në vend që ta ulin, e forcojnë. Kontrolli i tepruar, veprimi verifikimi obsesiv i parave, ai plaku grande i kohëve moderne, që në herë pas here i shkojmë, i shikojmë, i kemi aty, i numërojmë për të qenë sigurt. Ka raste të tilla. Por edhe kursimi ekstrem, do privimi i vetes tënde deri në privim emocional, për të mos u kënaqur me gjëra ndoshta edhe materiale, apo një shëtitje, apo një udhtim, apo disa pushime. Pra kursimi ekstrem nga frika se mund të ndodh një problem sot për nesër. Shpenzimi impulsiv, ndonjëherë kursejmë në një kohë të caktuar, por mënyrë për të ulur anktin e menjëhershëm, shkojmë shopping dhe sikur ndjehemi më komod. Shpeshherë lexojmë në rrjetet sociale që thonë nuk kisha nevojë për terapi, po kisha nevojë për shopping. Domethënë dhe ky globalizim. Po, dhe kjo është e vërtetë në fakt, po. Mua nuk më pëlqen sepse neve më shumë kësaj me këtë rrisim konsumin ekstrem dhe marrim një kënaqësi momentale, por kjo nuk do të thotë që ne marrim atë terapinë e munguar, atë bisedën e munguar, apo atë qetësinë e munguar vetëm nga kjo gjë. Mbivlerësimi i rrezikut, çdo frikë që paraqitet në horizont është një frikë për vendimet financiare. Dhe ne ndoshta jemi rritur edhe me atë konceptin mbaje paranë sepse nuk të vjen më. Dhe gjithmonë eci me idenë që shiko, duhet ta mbledhim paranë. Dhe në këtë pik fillon edhe ankthi, fillon shqetësimi, fillon mendimi i tepërt, se çfarë do më gjej mua nesër nëse do ta shpenzoj sot. Pra janë këto shqetësime dhe probleme për qytetarët shqiptarë dhe kryesisht janë tek të rinjt apo janë tek familjarët ndoshta?